Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherë kryeministër në detyrë Albin Kurti, ka bërë ofertë Lidhjes Demokratike të Kosovës për koalicion. Këtë e ka bërë përmes një letre që ja dërgoi të hënën kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Në këtë ftesë për takim, Kurti tha se është interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Aty ka theksuar se edhe po të mboheshin së shpejti zgjedhjet, qytetarët më shumë do të preferonin koalicionin VV-LDK. Ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja ku pak çka mund të ndryshoj për LDK-n dhe mandej sërish do të na duhet të ulemi bashkë për koalicionin LVV-LDK. Pse ta bëjmë atëherë më vonë kur mund ta bëjmë tash? Pse edhe një palë zgjedhje për koalicionin e njëjtë? Kurti në letër ka theksuar se nuk janë të interesuar për koalicion me PDK-n. Ju referua edhe prishjes së koalicionit më 2020 me LDK-n, por tha se faji nuk ishte i Abdigjikut. Mos pajtimet e diferencat që mund të ketë LDK me VV-n, sot nuk janë më të mëdha se sa që LDK i kishte para koalicioneve të mëhershme, kur i bëri ato. Plus në vitin 2020 ne i bashkë kemi qenë kolegë në Kurtinje, kur unë nuk kam pasur probleme me juve, por me disa të tjerë që nuk kanë më pozita të larta e as ndikim të madhe në LDK si aso kohë. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku pasi doli nga seanca e kuvendit, i luti bashkëpartiakët që ta ruajnë gjakt ftohtësinë. Lejoni shkoj në zyrë të shoh letrën, do të thej përgjigje me kohë, i lusë edhe njerëzit tanë që gjendjen e tani ta trajtojnë pa arrogancë shumë, do të kemi përgjigje zyrtare siç i takon një partie. LDK-ja ka refuzuar ftesat për takime që i kanë shkuar nga LVV-ja si vitin e kaluar për datën e zgjedhjeve, ashtu edhe për 2 takime pas zgjedhjeve të 9 shkurtit që lidheshin me konstituimin e kuvendit. Deputetë të kësaj partie kanë deklaruar vazhdimisht se LVV-ja duhet të gjejë një partner tjetër dhe se nuk do t'ja bëjnë votat Kurtit. Deputeti Arben Gashi sqaroi qëndrimin e tij, për të cilin edhe më herët tha se është më ndryshe nga kolegët. Mënyra se si ka shkarku ministrin e LDK-s, mënyra se si është sjell 4 vite në pushtet, janë problematike. Por unë prapë mendoj se ka mundësi, duhet të i kalohen këto. Kush do që tjetë kryeministër nesër ka me ullë me Vučićin, dhe nuk pranon me ullë me Albin Kurtin, ose me Lumir Abdigjikun, ose me Emri Krasniqin, me Mosharadinin, apo tjetër. Është e papranueshme, është e paarsyeshme. Duhet të ulen, të bisedojnë dhe të merren vesh, qoftë edhe për shkak zgjedhjeve. Gashi tha po ashtu se LVV-ja duhet i kërkoj falje LDK-s me që Kurti i ka quajtur hajvana gjatë fushatës dhe për shkarkimin e Agim Veliut më 2020. Problemi është se nuk e sheh, askush nuk përshet mundshëm bashkëpunim me zotin Kurti. Ajo që ka zoti Kurti ka prezantuar në 5 vitet e fundit është problematike. I pyetur lidhur me gjuhën e përdorur nga lideri i VV-s, ministri në detyrë i financave dhe deputeti i LVV-s Hekuran Murati e arsyetoi atë. Nëse i referoni sakt citatit, aty thuhet që personat të cilët premtojnë buxhet më të lartë se GDP-ja, pra nuk kanë sens ekonomik. Murati tha po ashtu se janë të hapur për bashkëpunim. Nuk jemi të interesuar pra që të vazhdojmë me këtë situatë, po ofrojmë edhe një mundësi tjetër për zhbllokim, me qenë se ka subjektin këtë rast si LDK-ja që ka thënë që duhet një marrëveshje politike për të lëvizur përpara, përveç se për koalicion konstituiv, duan një marrëveshje gjithë përfshirëse, ka rrjedh edhe si rezultat oferta apo letra në këtë rast e kryeministrit Kurti, në mënyrë që të ftohen dhe të gjendet një rrugë përpara. Herën e fundit, Kurti me Abdigjikun janë takuar në gusht të 2022-s, kur diskutuan lidhur me dialogun me Serbinë. Atë kohë kryeministri Kurti mbajti takim me krerët e 3 partive më të mëdha opozitare.